Radio është teatri i mendjes. Fush loje për imagjinatën. Mirë se vini në klubin e mëngjesit me Blendin, Jerin, Altinin dhe Oltën. Nëse e duke ngar makinën, mbylli syt dhe shijo emisionin. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur. Përshëndesim që të gjithë ju urojmë ditë shumë të këndshme përpara. Është ora 9:21 minuta. Ne kemi 2 grezza në studio që sapo kanë mbritur. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Janë Fatma dhe Olona. Kështu si ata të kryqit kuq. Na duket sikur do vim t'ju kërkojmë lek. Kemi ardhur me këto bluzat. Bluza. Jemi një çik kështu. Po, kështu. Po, mund të ngrini, Shumë interesante. Kanë veshur bluza miq dashur që mund të kishin qenë të Club FM nga ngjyra, por vetëm që kanë logon e emisionit tyre Thumb. Unë dua t'ju tregoj pak pse kemi ftuar sot Fatmën edhe Alona këtu në studio. Për shkak se gocat kanë filluar prej sa kohësh, janë 15 ditësh më? 10 puntata, sot dele 12, kështu që një emision që është vetëm në YouTube dhe që quhet Thumb, siç thumbi i bletës. Disa goca dhe çuna që ju ndjekin, cilët unë i njoh që janë student tek Marin Barleti, kishin kuptuar se ishte Thumb në anglisht. Po, prandaj kemi vënë ne, sepse ta them që e kam gjetur unë, s'të kelet shefi, se unë jam me zgjuara, kështu që Aulona e di këtë pjesë. Okej, le të flasim me zgjuara. Ndryshe nga sa mund të duket dhe nga sa ambionte zakonisht. Është respekti për Jerin. Se bëjmë shaka. Në fakt u munduam shumë për këtë punën e emrit, se e dim që duhet të ishte një gjë që të godasi. Kemi hequr Xite Ulliri dhe për emrin e emisionit në radio, për Silikonin, kështu që donim të njëjtën gjë që të kishte, pse jo, dhe 2 kuptime brenda. Të ishte një çik edhe për Amerik, por të ishte shqip. Të ishte shqip. Kështu që u menduam edhe Thumb ishte perfekt sepse është edhe Thumbi i bletës edhe si thumb up, kur të pëlqen diçka, ose thumb down. Ju keni më shumë thumbs down se sa për njerëzit. Për njerëzit. Kurse për vete marrim më shumë like. Mund të, nëse do të hyni në YouTube, juve mjafton që të kërkoni për Thumb apo Nitro ose po të bëni Nitro Shqip. Është kanali në YouTube, ndërsa emisionet janë Thumb, po, është edhe Sara's Show, që është Sara. Për momentin, sepse kemi shumë projekte në mendje dhe duam të bëjmë. E mirë ti tani prit, rritemi një herë vet. Po të themi se kështu thuhet në fillim. Tani unë do të pyes diçka. Kjo është eksperiencë interesante dhe njëra nga gjërat që mua më bën përshtypje është që ju jeni bashkë me Desarën të parat që po bëni programe që janë vetëm për YouTube. Kjo është e veçantë, është ndryshe, sepse nuk trokisni më nëpër dyer televizionesh ndryshme, keni shefa, keni e ke parasysh, ata fusin duar, fusin hundët në një gjë që njerëzit duan të bëjnë, ti vihesh në presion, duhet 1 2 3 4 5 kënaqesh gusto që mund të jenë edhe pa gusto sa njerëz. Ju i keni shmangur këta tërësisht dhe po hyni drejt për drejt në komunikim me publikun tuaj përmes YouTube-it, askush në mes. Sigur, po nuk ishte fare lehtë për të ardhur deri këtu, siç e kemi thënë edhe në puntatën e parë të Thumbit, ne kemi trokitur në për shumë dyer dhe fillimisht ky si projekt ka nisur me idenë për të shfaqur në televizion. Dhe me të vërtet, paktën unë personalisht edhe përpara kemi qenë edhe më vete, unë me një partner tjetër, një gazetar, mendonin ta bënim si format para ca vitesh dhe kemi vajtur në gjitha televizionet. Klan, Vision Plus, Top Channel, tek BBF-ja, kudo. E çfarë ndodhte? Nuk dyer për plasëshin me intensitet. Ose është ajo që kemi thënë në video që na shikonin kështu se seriozisht e keni me goca. Po ne duam art, çfarë përcjell ky emisioni, ku është kultura, ku është filozofia. Më falni, por në televizionin që përmendën, unë di disa prezantuese që s'din flasin. Cilat flasin atje. Edhe ne dhe për këtë ndiq Thumbin. Kemi një puntat speciale, sot në fakt duhet të dilte. Cila është tema e sotme? Prezantuesit, pikërisht. Duhet të dilte që dje, duhet ta themi të kërkojmë djes publike, sepse ka nga ata që na presin dhe për korektësi duhet kishte dalë dje, por kemi pasur një problem me kompjuterin crash, këto gjërat, edhe për të mos nxjerr një paçavure, kështu sa për ta nxjerr, e la më problem me kompjuterin MC Crash apo është Mac? Ajo është Windows. Okej, po domethënë përveç kësaj ju bëni edhe një program në radio. Un kam përshtypjen që juve, domethënë Thumbi është një farsoj edhe ekranizimi i atij programi, sepse ju jeni po ato. Goca, ju ngacmoni që të gjithë njerëzit. Thumboni që të gjithë njerëzit. Bëni kritika shumë shpesh me vend, unë mendoj, por që nuk keni frikë se ju mbyllen dyer për shembull kur kritikoni X-in apo Y-in apo të mbyllura i kemi ne. Ne po mundohemi t'i hapim tash. Dhe
shpeshherë më kanë thënë këto. Unë paktën edhe si te gazetat e Paloma këtë filozofi kam patur. Tisha më e butë, mos të sulmoja kot njerëz. Kritika është tjetër gjë dhe sulmi është tjetër gjë. Shumë gazetar të vjetër më kanë thënë që është mënyra e gabuar, sepse sidomos në Shqipëri funksionon e kundërta. Nëse ti sillesh keq, jo, nëse sillesh keq, nëse i thumbon, nëse i bie madje personazheve, ato ta kanë frikën dhe nuk do të bëjnë më dëngla, ta themi kështu me kulturë, se mund ta kishim thënë ndryshe, në emisionin tonë do thoshim ndryshe. Do vinë vetë sepse do ta kenë frikën. Duke qenë se kanë qenë shumë ata që ma kanë thënë dhe na e kanë thënë këtë gjë, tham po e provojmë. Deri tani nuk kemi marrë ndonjë telefonat kërcënimi, por përveç kësaj, akoma. Jo, ne në fakt po shqetësohemi shumë sepse ka qenë shumë e qetë situata. Dhe të gjithë ata që kemi takuar kanë qenë, "Oh, goca sa mirë." Tani ka dy versione. Ose nuk duan që t'i thumbojmë, edhe na marrin kështu si me të mira, ose ka për të plasur ndonjë gjë e madhe. Që nuk e di domethënë. Klikime ka, unë pash njërën nga puntatat shkonte diku tek 15.000 pothuajse. 20.000 Vali Kolone, 20.000 euro. Ndërsa ajo e flamurit, 100 vjetori i keq kuptuar është 16.000 aktualisht. Po si funksionon? Si do të funksionojë në mënyrë që kjo të kthehet në një situashtë ndërmarrje, fitim pruçse, dhe që unë nuk jam fort i qartë me thënë drejtën se si funksionon me Facebookun, ku të nxirrni juve parat, jo në kuptimin e keq, po duhen ato për të investuar, për të përmirësuar programin, për blerë ca bluza, se normalisht juve keni edhe problemin e veshurit për ditë, do të vishni çdo ndryshe. Plus do nxjerrim me kostën, se kemi bërë me lekë. Po si funksionon? Ma shpjegoni dot? Shiko, u interesuam shumë sepse meqense u fol në Shqipëri dhe ne këtu na lindi ideja, meqense idenë për të realizuar diçka bashkë dhe për ta ekranizuar Silikonin, siç e the vet, e kishim të kopsitur në kokë, dinim çfarë do bënim. Kur filloi të flitej shumë për YouTube-in dhe për marrëveshjet me YouTube-in dhe se si mund të fitohen nga YouTube-i, ne i hym pak në analizë më thellë kësaj gjës. Dhe po mos i thuaj gjitha se i bëjnë të tjerët. Jo, po nuk doj në detajon, po e them si koncept. Edhe ne vendosëm që të bënim një marrëveshje me YouTube-in, nuk mund ta bësh nga Shqipëria sepse ne nuk kemi politika për fat të keq, se do kishim fituar shumë më shumë, po të përfshiheshim në politikat e YouTube-it, por këtë marrëveshje duhet ta bësh nga një vend tjetër. Dhe zakonisht bëhet nga Gjermania. E kuptoj. Pastaj, në Gjermani janë disa, le të themi, kompani që merren me këtë gjë, ti kontakton ata, i thua kam një projekt. Projekti është XY, një lloj siç funksionon me klipet e këngëtarëve, që përfitimet ndahen për fat të keq 50 me 50 me atë kompaninë. Edhe në këtë rast, këto u cilësohen si klipe, le të themi, dhe ndahen për fitimet sa më shumë klikime. Dhe ideja është që sa më shumë ne të klikohemi, aq më shumë lek marrim dhe me një llogari të thjeshtë dalim mirë. Ashtu. Jo dalim mirë. Falni se unë gjithmonë kam rolin që ta frenoj këtë. Ti duhet ta thuash. Duhet ta them këtë, mirë, fal. Do të bëjnë më share dhe thonë, duhet të çajmë ne këtu tash. Çfarë kam unë fjalë? Na klikoni, sidomos ju jashtë Shqipërisë, ku tani që vetë fitojmë lekë me atë. Se këto që na klikojnë brenda Shqipërisë dhe në Kosovë na duhen për reklam, se nuk është se merr ndonjë lek të madh. E kuptoj. Ndërsa shqiptarët që na klikojnë jashtë Shqipërisë, ato klikime janë më të vlefshme. Ato janë më të vlefshme, kanë në vlerë më të lartë. Po që këtej nga Shqipëria, normalisht këto janë fitimet parsorë vinë nga klikimet. Pastaj janë dhe reklamat. Sigurisht. Plus që në të ardhmen mbase në një televizion do na shohi dhe do i pëlqejë si format, do ta kuptoj që ka humbur shumë, që nuk na ka marrë ndërsa do ta marrë. Duhet ta them që për këto 12 ditë ne kemi patur një ofertë nga një televizion në Kosovë, siç edhe prisnim që në Kosovë janë më të hapur ndaj. Shikon si ndodhin gjërat, po. Gjës, po me lëshende shumë shpejt dhe me thënë drejtën ne po analizeton kaq shumë kjo pjesa e YouTube-it, kjo që ti them fillim mos pasurit censur, të qenit lirshme, të qenit vetë zot, vetë shkopi, vendosin vetë, ne i bëjmë gjitha vetë na pyesin. I bëjmë gjitha vetë, edhe skenarin, edhe regjin, edhe make-upin, edhe jemi aktorë, skenaristë, çdo gjë. Keni si klubin gjesti dhe ju, Vedi bëjmë gjitha dhe ne.